الحمد لله ثم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Falëndrimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat e selamet që dërgojmë zotërisë së pejgamberëve, vulës pejgamberike Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik, edhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë sunnetin e tij deri në ditën e gjykimit, Allahu na bëf prej tyre. Në radhë parë këshilloj vetëm pasaj edhe juve që të kemi frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Vëllezër, Përkësoni Allahu subhanahu wa ta'ala duke pasur me dije se jemi duke I kaluar ditat ku sprovat vetë vazhdojnë shkojnë edhe shtohen edhe më shumë. Ku sprovat nuk vinë vetëm nga jashtë. Sprovat në shtëpinë tonë vinë edhe nga brenda prej xhepit tonë edhe përmes ekranave të vogël e që janë telefonat e tonë. Ndoshta një mundësi e mirë e cila po na lidh me botën për komunikim të mirë. Ndoshta telefoni si telefon mundësi shumë e mirë edhe zbulim shumë I mirë, dobi shumë të madhe, por se në anën tjetër po vazhdon edhe po na shkatron në heshtje. Po na shkatron në heshtje nga brenda, edhe na duke mos e vërejtur fare. Vëllezër, duhet me pasur me dije se koha është amanet. Edhe amanet I cili po vazhdon edhe me na humbon çdo ditë. Pse është koha amanet? Sepse Allahu subhanahu wa taala u betuan të. Allahu tha në Kur'an wal asr, pasha kohën, innal insana lafi khusr. Pa dyshim se njeriu është në humbje. Qysh është njeriu në humbje? Kur ti ket kohë, vazhdon me e humbën kot. Kur ket kohë të cilën Allahu subhanahu wa taala është betuar në to, ket kohë të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka bërë në nënshtrim ndaj teje, ti vazhdon me e humbën kot. Ibn Kathiri, Allahu mëshiroft, në komentimin e këtij ajeti thotë se Allahu betohet në kohën sepse ajo është vendi më I mirë I veprave të njeriut. E nëse nuk e mbush ato me mirësi, ajo do të jetë argument kundër teje. Në ditën kur doni para Allahu subhanahu wa taala, koha, çastet të cilat I kena kaluar gjatë gjithë jetës tonë kanë me dëshmuar ose për neve ose kundër neve. Por neve do të jenë ato të cilat I kena kaluar momentet në mirësinë Allahu subhanahu wa taala, duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala. E kur dëshmon kundër neve është kur ne ato e kena kaluar kot, edhe duke marrë me gjërat të cilat I kemi të ndaluara. Imam Taberiu, Allahu mëshiroft, thotë se çdo moment I cili kalon në mosbindje ndaj Allahut subhanahu wa taala është humbja reale. Humbja e vërtet është ajo humbje të cilën robi vazhdon me kalu jetën e tina duke mos ju bin krijuesit tina ato I cili ka krijuar atë edhe gjithçka të cilën e ka nënshtruar ndaj njeriu. Andaj Imam Begawi thotë se humbja nuk është vetëm në pasuri, por se humbja e vërtet është humbja në jetën që të kalon ty e kot. Jeta, dita, minutat, orë të cilat po të kalojnë ty e kot, që kjo është humbja e vërtet. Andaj, do të nderuam. Sa orë na gjatë ditës tonë I kalojna me çfarë telefona? 2 orë, 4 orë, 6 orë, apo sa orë I kalojna me telefonat e tonë? Edhe apo kemi dobi diçka prej tyne, apo nuk kemi dobi diçka prej tyne? Ditën e gjykimit do të pyetemi për çdo sen prej tyne. Wa an umrihi fima afnah, edhe për jetën se si e ka kaluar. Edhe për momente se si ke kaluar, edhe për ditat e tua se çish I ke kaluar ato. Një herë për herë një I ri vazhdon edhe rrëfen për veten e tij, se tha, e mora telefonin edhe doshta me I bu vetes tem një program. Thash nuk kam nejt më shumë se 30 minuta gjatë ditës në telefon. Tha e mora 30 minuta, tha vazhdova, tha muhabet to.
Tha shku në 2 orë, shku në 4 orë, shku në 6 orë, në fund ditës e pa që gjysma e ditës kishte shku, unë duke bua në telefon të poshtë e nalë. Edhe në fund vazhdova me marrë vetën pyetjet tem. Se për çfarë që kom kaluar tash, a kom dobi diçka persona, apo kjo është katrim për mua. Në fund të ditës, edhe mas një javë edhe mas muajve tërë, e pa se vetëm isha duke shku, duke e shkatruar vetën time. Andaj, kur ka filluar me kajt, nuk ka filluar me kajtën për mëkatet e tina të mëdha, por se fillon njëri qanë edhe dëshpërohet edhe pendohet për kohën e cila i ka kaluar. Mëkatet të cilat i kena bëue, pendohemi te Allahu subhanahu wa taala. Edhe kemi premtim pe Allahu subhanahu wa taala se nëse pendohemi, ato Allahu na fal. Por për kohën që na ka kaluar, sa dush pendohu, ato më nuk mundesh me kthye. Dita e djeshme ka shkuar, ajo më nuk vjen. E sot më është në dorën tonë, e nesër më është shpresë në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Këto të cilën ti sot e ke në dorën tonë, që to shfrytëzoj Allahu dashur besimtar. Edhe jeto me shpresën se edhe të nesërmën prapë kemi jetu në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Sot njerëzit janë mashtruar duke jetuar, duke e pa jetën e tjetrit. Telefoni e ka bue këtë gjë të cilën jetojna duke e pa jetën e tjetrit, duke i pa historitë e tjera, duke i pa statuset e tjera, mënyra e jetesës tjerëve, e kjo na ka bue që na me harrua edhe vetën tonë. Dikush poston luks të madh, dikush poston udhëtime ndryshme, dikush ndoshta lumturi të rrajshme, edhe zemrat kur vazhdojnë me i pa këto vazhdojnë edhe smurën edhe ngërcohen. Edhe sheti me këta të mirat e cilat Allahu subhanahu wa taala ti ka dhënë ty në shtëpinë tënde, prap nuk e ke këtë lumturi. Pse? Se ke vazhduar me harxhu zemrën tënde në lutjen edhe në jetën e tjerëve, Allahu na fal për kësaj. Prandaj tha Allahu subhanahu wa taala, "Wa la tamudanna 'aynayka ila ma mata'na bihi azwajan minhum." Edhe asnjëherë ty mos i zgjat syt, asnjëherë mos i zgjat syt në të mirat të cilat na ja kena dhënë të tjerëve. Pse? Se të kjo është për shkaktare që të bën ty me të ngurcuar zemra. Ibn Kathiri, Allahu më shërof, thotë se ndalohet shikimi me lakmi ndaj dunjës së tjerëve. Ata të cilën Allahu subhanahu taala ka dhënë njerëzve të tjerë, ndalohet që na me vazhdu edhe me lakmu ndaj jetës tyre. Imam Taberiu thotë se kjo është për të ruajtur zemrën nga xhelozia dhe nga pakënaqësia. Pse nga xhelozia? Nëse shes ai ka një jetë mirë, ti ke xhelozuar. Ka me thardhën një lloj inati. Pastaj ki më kon i pakënaqur me jetën të cilën ti e duke jetuar. Prandaj shikimi i jetës tjetrit bëhet shkak që për këto dy çëra, me pasën xhelozin në zemrën tënde, edhe me pasën pakënaqësi në ato të cilën Allahu subhanahu taala ka krijuar për ty. Ajo që e shes sot është provë për ty. Andaj sot ajo të cilën na shohimi, kur e shohimi jetën e tjetrit, luksin e tjetrit, kjo trashëgon një ndjenjë të varfërisë në zemrën tonë. Kur e shohim suksesin e tjetrit, e shohim se na po ndihemi si lloj të dëshmuar në jetën tonë. Kur e shohim se dikush po kënaqet, atëherë ti vazhdon me një pakënaqësi në jetën tënde reale. Vllai i dashur besimtar, thirrri vetës edhe vazhdo mendo për jetën tënde. Vazhdo për ato të cilën mendo për ato të cilën kemi dhënë llogari para Allahu subhanahu wa taala. Një prej dietarëve të hershëm tha se nëse kalon një ditë e jetës tëm pa e bërë diçka të mirë për Allahun subhanahu wa taala, ose pa u shtu diçka në dije apo në ibadete, atë ditë e konsideroj si ditë të humbur. Kalon një ditë, as nuk kam marrë diçka për diturijës, as nuk kam shtu diçka për veprave të mira ose për ibadeteve, që ajo ditë konsiderohet e humbur. Çka konsiderojmë sot të humbur na? Cilën ditë e konsiderojmë të humbur na? Një ditë të cilën nuk kena mujt me dalë jashtë, një ditë të cilën nuk kena mujt me shku me pini kafe dikon, një ditë të cilën nuk kena mujt me dalë me shëtit, a që kjo është humbja jonë e vërtet, apo e kena harruar qëllimin se për shkak na duke jetuar. E kena harruar qëllimin se edhe për shkak na krijuar. Vllai i dashur, tha Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam krijuar gjindet edhe njerëzit për asgjë tjetër, vetëm që të më adhurojnë mua. E gjithë jeta është në nështrim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe tha Allahu në ajetin e Kur'anit se kur hini në Islam, heni plotësisht. Çka do të thotë kjo plotësisht? Me hyrje edhe me mendimet e tua, edhe me veprat e tua, edhe me gjestet e tua, ato me qenë në përputhje të asaj që na ka obliguar neve Allahu subhanahu wa taala edhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Ditët kalojnë shumë shpejt. Edhe vazhdojnë na mos me ndjej asgjë pe furnizimet e Allahut subhanahu wa taala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, "Akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar." Gjëja më e frikshme për cilën unë kam frikë për juve është shirku i vogël. I tham ja Rasulullah, wa ma shirkul asghar? I tham o dërguari i Allahut, e çka është shirku i vogël? Rria, syje fatësia. Me jetue për dikën tjetër, me bëhe vepra për dikën tjetër, me vazhdu me ushit i ditë para njerëzve, vetëm para njerëzve më duket në fakt nuk je ai në jetën reale. Rrjetet sociale, telefoni,
sot ta jep mundësinë më të mirë që ti më u bue njëri me dy fytyra. Syefatësia telefonit ta jep terrenin më të hapur, i hap të gjitha rrugët që ti më jetue me syefatësi. Pse? Vazhdon me postuar rrejshëm, me u tregue të para tjerëve për diçka të cilën ti nuk e ke. Andaj, sot në rrjetet sociale shohim njerëz i cili e ka zgjedhur që me dhonën sadaka, atë sadaka e fotografon edhe e çet në internet. U zgjuar me fal namaznate, vazhdon e bën një foto edhe e çet që ka fal namaznate. Është duke lexuar Kur'an, e bën një foto se është duke lexuar Kur'an. Këta këto të cilat bëhen edhe postohen para njerëzve, për gjitha këto shpërblimi shkon heba al-manthura, sikur plon tha Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Ka disa tipa tjerë që kur qohen me fal namaznate, por mos me drejtu ty direkt që ka fal namaznate prom, vazhdon me thon valla prom, u kom ka xhani frymë më. Ka ra shi ose vazhdon me ta përshkruan natën e mbrëmshme. Që ti me ditë pa çuka ku, pa u dol gjumi i falën në 2 rekate. Allah i dashur, bëni vepra për Allahu subhanahu wa taala. Mos jeto për njerëzit. Ajo të cilën e bën para njerëzve, ajo mbetet aty. Ajo të cilën e bën për Allahun subhanahu wa taala, kimë e gjetën ditën kur dash para tina subhanahu wa taala. Prandaj tha Allahu subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin", edhe mallkimi i Allahut. Të mirë qofshin ata të cilët e falin namazin. Në plot ajete shohim se Allahu subhanahu wa taala na obligon neve për mu falën. Pastaj vjen ajeti tjetër thotë fawailul lil musallin, mirë për ata që falen. Qysh mirë për ata që falen? Alladhina hum an salatihim sahun. Thot në ajetin tjetër. Ata të cilët ndaj namazit tyre janë të pakujdesshëm. Çka do të thonë ndaj namazit tyre janë të pakujdesshëm? Kjo është syefacia të cilën e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Kur dikush është duke u falen edhe e vren se po hin dikush në dhomën e tina apo në xhami, ky vazhdon me përmirësua namazin. Kur je duke u falen me zo edhe e din se e kije filanin përmas, vazhdon ti me zbukurue zonin. Vazhdon me i zgjatën sejdët e tua, vazhdon me i zgjatën rukut e tua. Që kjo është syefacia. Që kjo është syefacia vërtet. Andaj Ibn Kathir tha se ata të cilët e falin namazin në çet mënyrë, ata nuk falen për Allahun subhanahu wa taala, përse e kanë zgjedhur që me bëhen namazin për njerëzit. Imam Taberi thotë se veprat e tyre janë të jashtme, përse zemra është bosh. Zemra është e shprazën. Adhurimi i vërtet, ibadeti i vërtet, bindja e vërtetë ndaj Allahut subhanahu wa taala është ajo kur ti e ndjen me zemrën tënde, edhe nuk e ke mendje, as nuk të intereson ajo çka mendojnë njerëzit tjerë për ty. Pse? Kjo është jeta të cilën ti e bën për Allahun subhanahu wa taala. Prandaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw yasmut." Kush e ka besuar Allahun subhanahu wa taala, edhe ditën e fundit ose le të flas mirë ose le të hesht. Ose fol mirë ose hesht. Nëse nuk i di çka të hajrit për me thonë, ma mirë është me unalë mos e fol. Gjuha është mëkati më i madh të cilin e kena bue gjë normale në jetën tonë. Gjuha të cilën na nuk e kemi në kontroll. Vazhdojna me folën për jetën e tjerëve, vazhdojna me folën për punët e tjerëve, vazhdojna duke i marrë këtë njerëz në përgoj, edhe duke harru vetëm të para Allahu subhanahu wa taala. Sot duke u marrë me komente fyse. Me nënshmime ndaj tjetër, a po filanin kështu, a po filanin çish bën kështu, e kish veshën këto, po rreke me filanin, po rreke këto. Këta këtu ne duke marrë llogari për veten tonë, por se para Allahu subhanahu të gjitha këto shënon. Pse? Se tha Allahu në Kur'an, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Edhe nuk ndodh që dikush prej juve me e thonën një fjalë vetëm se për atë fjalë na e kena notimin mbikëqyrës që e shkruan ato për një herë. E shkruan ato për një herë. Allah i dashur duke di se je rob i El-Latif. El-Latif është emri i Allahut subhanahu wa taala. Është ai i cili e do, është i miri, është i buti i Allahut subhanahu wa taala. Që kur je në gëzim, Allah shkruan një shpërblim për ty. Kur je në illnem, prap Allah e shlyen një mëkat për ty. Pse ki me vazhdu me brengoz vetën tënde me jetën e tjerëve? Pse ki me vazhdu me humbun kohën tënde kot duke kaluar jeta jote e pastaj kur vjen dita e gjykimit më thonë ja wejlet e lejteni kuntu turaba. Ai njeri jon sikur se kisha qenë atë ditë vëj, edhe kishin shkel njerëzit për mua, mos kisha kon njeri edhe me vazhdu me marr llogari për veprat e mia. Allah i dashur. Andaj edhe për komentet e tretë dije se ato lidhen te Allahu subhanahu wa taala. Sot njerëzit çështja e telefonit, çështja e rrjeteve sociale, do të na ka bëu që na me u lidhen me botën e jashtme. Sot njerëzit vazhdojnë me fol me mia, njerëz të tjerë i kanë jashtë shtëpisë tyre, por se me familjarët e tyre ndoshta i kanë harruar. Do të shkon kohë e gjatë që me axhën e tina, me prindin e tina, me vllahun e tina, shkon kohë e gjatë edhe ai nuk flet asnjë në telefon. Do të me shoqëninë e jashtme, me njerëz të jashtëm për çdo ditë, në secilin vend që është, secilin gjendje që është, për çdo gjë që ndodh, mas pari informuan njerëz të jashtëm, pastaj e din ai shtëpisë tonë.
që kjo është e keqja të cilën e kanë pruar sot rrjetet sociale, që vazhdojnë ty me të lidh me njerëz e largët edhe me të ndahet ty me njerëzit e afërt. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata al-qati'u, nuk ka me hyrë në xhennet. Me një transmetim tjetër vjen se nuk ka me ni aromën e xhenetit ai i cili i kput lidhjet farefisnore. Mbajtja lidhje farefisnore nuk është lidhës ai i cili e kthen të njëjtën gjë me të njëjtën. Vjen ai shkon ti. Porse mbajtja e lidhjes farefisnore është kur ai nuk vjen, ti shkon edhe e viziton. Na shka bujna sot? Jo, ba, i s'po vjen, shka me shkuën. Ai s'po më thirr, shka me thirrën. Unë i fola, ai s'u foli. Që kjo është jeta që të na e bujna. Do sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë se lidhja e vërtet mes farefisit është kur ata nuk vinë te ti, por që ti vazhdon me shkuë me ja qel deri aty edhe me i vizitu ata. Sa herë na vazhdojmë me na fol njerëzit e afërt edhe na nuk i dëgjojnë, duke u koncentruar në telefon. Sa herë vazhdojmë me na këshilluar të afërmit tonë për diçka të cilën me vepruar na ose më çu me punu diçka gjatë ditës tonë, edhe na e harrojnë për shkak duke shku te poshtë e nol telefonet e tonë, Allahu na ruaj prej kësaj. Transmetohet për disa pejgamberë kur thanë se njëri prej tyre vazhdoi me çajtë duke thënë se kanë frikë për kohën tënd. Po frigohen për koha se çish po më kalon. Jo që bëj shumë mëkate, jo që jam mëkator i madh ndaj Allahu subhanahu wa taala, por se kalon pa bëu vepra të mira. Kohë e kaluar me kot është ajo e cila kalon duke mos e bëti asnjë vepër të para Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër dashur, nuk po themi se telefoni është haram. Nuk po themi se rrjetet sociale janë haram. Nuk po themi se përdorimi i telefonit është i ndaluar. Të gjitha këto janë halal, të gjitha këto janë mirësi, me mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. Por se haram e bojna vetna. Qysh e bojna haram vetna? Duke e keq përdorur. Duke mos ditën me përdorur në hajër, duke mos ditë me përdorur ata për të mirë. I kije kufizimin se çka mundesh me e këshyrën tjetër në telefonin tënd. Se dikush më thon po ata vet piqesin. Momenti që ti vazhdon me i këshyrën ata telefoni automatikisht kanë vazhduar me të gjithë shikimet e njëjta, videot e njëjta. Mundesh me i zgjedhën se çfarë me shikue. Ka ligjërata të ndryshme, ka fjalë të mira sa dush, ka verba sa dush me punë me mobil edhe përmes telefonit. Këtë përgjithësia bjen se ti çish e ke zgjedhën me shfrytëzuar ata. Andaj vazhdo edhe vendosi kufi vetes sonë. Mos e lejo që telefoni me të kontrollojë ty, por se ai ti i cili e kontrollon telefonin tënd. Pastroje përmbajtjen tënde, heqi gjërat e cilat janë haram. Pastaj vazhdo dhe pastroje niyetin tënd. Sa herë që hyn në telefon, përdor ato me niyetin e pastër, përdor ato me niyetin e mirë. Përdor ato për me të bërë dobi ty, pastaj më bëu edhe dobi tjerëve. Pastaj zaventoj ato me diçka më të mirë. Momenti që ai që po rrin shumë nga telefon, leje, merru me diçka tjetër, merru me Kur'anin, merru me familjen, merru me fëmijët e tu. Sa fëmia sot nuk e ndjen ëmbëlsinë e babës vet ose familjes vet, sepse baba vjen pi punës, ulet me një çosh atje, edhe ta natën deri ti vjen koha për me flet, ai rrin telefon. Fëmia rritet edhe nuk e din ëmbëlsinë edhe aromën e babës vet apo aromën e familjes vet. Kjo është katrimi i cili po na bëhet neve pe xhepit ton, pe mrena pe mena neve. Andaj mos u bë që telefoni më marrë në kontroll edhe fëmijën tënd edhe familjen tënde. Je ai ti i cili kujdesesh për veten, kujdesesh për familjen, kujdesesh për fëmijët e tu, kujdesesh që nesër me pasën një tarmë edhe më të mirë. Një ditë prej ditëve telefoni ka me heshtën. Një ditë prej ditëve telefoni edhe ka me unalën krejt. Interneti nuk ka me vlerë asgjë. Rrjetet sociale do të humbin edhe do të zhdukën. Porse llogaria jote do të mbyllet atë ditë. Edhe ajo se çka kemi pa para teje kanë me qenë vetëm libri të cilin ti vetë e ke shkruar me veprat e tua. Andaj tha Allahu subhanahu wa taala, edhe libri do të vendoset edhe do të shohësh mëkatarët të frikësuar nga ajo të cilin e kanë brenda. Ne lutim Allahu subhanahu wa taala që më na mundsu me bëu vepra të mira. Lutim Allahun subhanahu wa taala që edhe telefonin, edhe rrjetet sociale Allahu më na mëson me i përdor ato për hajër dhe dobi të tjerë. Lutim Allahun subhanahu që na bën dobishëm për veten tonë, pastaj për familjen, pastaj edhe për rrjetin me gjë. Aqulu ma tasma'una wa ana khalfa wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.